Dhe unë kam thonë 4 faktorë janë të cilët përcaktuan humben e Partisë Demokratike. Një e para herë. Partia Socialiste po të shikosh është gjithë si një lumë, me që janë në Peqinë, unë shkumbini. Kurse ne u shndruam në prej. Pra nuk bashkuam opozitën të gjithë, që gjithë me lapa e me sheha e me gjithçka dom dosh, gjithçka. Siç keni mes, duke qenë se ç'është ideologjia më, a kupton? Por nëse ke marrë lesein marrën aty do t'i merrë gjithë atje, dakord? Marrë kjo punë. Atëherë ti po të kishe këto të gjitha bashk, ti në Rama nuk ti fiton ato zgjedhjet. E para, se krijoje frymë tjetër se njerëzit shkojnë pas fortit. E dyta, atë që un kam thënë, listat, do të ishin listat më të mira të mundshme. Më të mira, më të mira, zonja më të mira, zotëri më të mirë, të pakontestuar që ti bëhet diferencë me kundërshtarin. Po të kishin morali. Po morali pra. Po dy. E treta, që shumë e rëndësishme, që unë kam thonë edhe në grupe, kam thonë në media, dhe ngela vetëm, që s'do të ishte kandidat për kryeminist kur Sali Berisha. Do të ishte një i lirë, një dash, një emër tjetër në kryeminist, që ishte mozaiku opozitës përbashkohej dhe merrte si thosh besimin e gjithë palëve, kompromisin e gjithë palëve, që kryeministi do të ishte. Dhe Berisha do të rritet jo sepse ka fituar, s'kishte bën brenda partisë, do të rritet KPD, kryetari i opozitës, gjithë gjërat. Kryetari i opozitës. Po më thoshte gjë tjetër, që kryeministri është ky, shqiptar, unë nuk i qeveris më, kam qeverisë si president, si kryeministër, nuk jam më, nuk them më. E keni ky. 3 dhe 4 Spaku. Alat më të rëndësishme që kishte Spaku, përfshi hiqi se 5 parti tjera, jo se s'kan vota, ai sa kanë, por Spaku ka shumë herë më shumë vota se ato. Këto më 4 elemente. Tash të gjitha këto që i ka bë dash, unë kam mendimin ti po e du për teje. Gjitha këto, një njeri i arsyeshëm se Berisha nuk ka budall, Berisha është njeri inteligjent dhe gjithë Berisha shumë nga ato deputetët kujtojnë se ja kanë hudh Berishës, po i ka përdor Berisha. Me gazbardhe, me drejt që ka përdor Berisha. Berisha është mjeshtër për të përdor njerëzit. Jo vetëm për përdor, po ka zgjuarsi, ka nuhatje politike, ditë bëj politikë. Ka instinkt politik. Ka shumë gjëra. Editore, profesor, gjitha nuk ke çestu për atë pjesë. Problemi është që do ta kthetë për mirë. Njelet folklorik. Do ta kthetë për mirë, do ta kthetë për mirë. Gjithë gjë, të zgjuarsi ta kthetë për mirë. I shërbim për të mirë. Se ka vu asnjëherë shërbim për të mirë, dashë nuk ka si ta vetë tash. Problemi është tash, dash ky duke e ditë që me këto që boni, shkon drejt humbjes. Ai ka pas qartë. Përse e bën dash? Dgjoj. Ta thash pra. Berisha duke ditë edhe njerëz të afër Berishës, që nuk e kalonin dot lumin, mjafton që ti ishin në opozitë fort. Që të kishin 65, 63, 64, kaq të ishin rregull sa me 65 mandata. Edhe thoshte pastaj vetë pjesa e opozitës tjera thonë, ne i volli pastaj, do ta marrë retorikën, po pushtet i fort, sepse edhe Rama edhe majoranca do ishte dobët me 71-72. A kupton? Fragjile do ishte. Fragjile, se jemi qartë sa, kur tani ato duke qenë shumë afër për çmimësisuar. Dhe këtë kamerakun ato që çirrën tani, sepse nuk i pyet më njerëz, do kthehen si Fatmi Mediu, Partia Republikane, do kthehem si Tom Nosh me 3, do kthehem si partitë e tjera, pasi që kanë një mandat të dy, sepse përdesa nuk ke se bllokimin që i bën opozita parlamentit, që ato në parlamentin janë numra të vëlla. Duke pas që ai ti nuk i lën kaloj as i kod, tani i kalon kode. Tani kalon ligjin me shumë i cilësuar. Ka me shumë i cilësuar. Kto janë problemet, pra i mandatit duhet atë. Po jo pra jo, për çfarë boni ky këtë? Po ja pra, po mjafton për të kishe opozitë. Hallet e veta, po dispetu hallet e veta dash. Për çfarë boni më se njëri? Jo, ai e boni dhe e bon sepse atë parti thotë është ime dhe prona ime. Kam rrugë po. Jo, po edhe për të ruajtur familjen, se po. Jo prona e time valla, pastaj se për ta përdorur tjetër gjë, është prona e tij valla. Ai e ka krijuar. Ore ai e ka krijuar, ai është gjithë gjëra. Është se sikur ti jetë pa pushtet fare. Ore të gjitha tani megjithatë prap po Barcelona dhe po iki një moment. Nëse Berisha tani prap sinqerisht e them, do reflektoj dhe fut partinë nuk ka rëndësi mas i javë, mas i muaj, mas 3 muaj, shtator, tetor. Por hej dorë realisht, jo siç bën në 2013.